paraprakisht do të flasim lidhur me çështjen e personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit në Kosovë nga ana e forcave serbe. Së fundmi në Bruksel ka pasur një dakordim mes palës së Kosovës dhe asaj të Serbisë lidhur me funksionalizimin e komisionit të përbashkët për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Ai ka qenë derivat i një marrëveshjeje që është arritur ndërmjet liderëve të dyja shteteve në vitin 2023 për t'i hapur rrugë kësaj çështjeje. Me ne në studio për të diskutuar këtë çështje është zotëri Ahmet Grajçevci nga Këshilli i Familjeve të Personave të Zhdukur, si dhe zotëri Hakika Sumi, i cili është marrë gjatë po ashtu me ulëmtimin e krimeve nga ana e forcave serbe. Mirë se vini të nderuar. Mirë se u gjeni. Do të filloj me juve, zotëri Grajçevci, si e vlerësoni fillimisht funksionalizimin e komisionit të përbashkët mes Kosovës dhe Serbisë dhe a pritni ndonjë zhvillim pozitiv në të ardhmen pas funksionalizimit e tij? Po shqyrë qeveria Kosovës gjithherë ka pas disa marrëveshje me palën serbe, po pala serbe gjithherë i ka neglizhuar, do të thotë, dhe jemi shumë skeptik se çdo marrëveshje që bëhet me ta se asnjëherë nuk e realizojnë atë. Edhe marrëveshja 2023-s u atakuan në Bruksel dhe u nënshkru dhe u morën vesh që të vazhdoj kjo çështje e dhimbshme për çështjen e personave të zhdukur, edhe asnjëherë asnjë takim duke refuzuar pala serbe gjithherë takimet. Do të thotë edhe këtë marrëveshje tash jemi shumë skeptik se do të ketë diçka, do një rezultat me palën serbe, sepse aja din ti lakoj gjërat, ti ike, ti bishtoj i punëve të cilat është përgjegjëse vetë për krimin e krym, edhe kështu që nuk jemi skeptik fare që aja ka me realizu diçka rreth kësaj marrëveshje. Po, atëherë, zoti Kasumi, çfarë vlerësoni se e shtyu Serbinë që pas disa zvarritjeve të një pas njëshme të bindet për ta funksionalizuar këtë komision, pavarësisht se paraprakisht vetë kishte dhënë aprovimin që ai do duhej të themelohej? Po, shqyqoni gjatë periudhës tonë në këtë aktivitet që Këshilli përbëhet prej 24 shoqatave të cilat i përfaqësojnë kryesisht familjarët e personave të zhdukur, ne kemi pas fatin e keq të marrim premtime të shumta, sidomos nga pala serbe, e cila është përgjegjëse për këtë dhe e cila me dasht ka mundësi me zgjedh këtë problem brenda një kohe të shkurt. Por ata tash e kanë ndrru pak strategjinë, po premtojnë në të gjitha takimet më mërmendja që kanë qenë përfaqësues e Republikës të Kosovës, në takim me ta, ata kanë pranuar publikisht para palës përfaqësuese që është ndërmjetësuese Bashkimi Evropian. Mirë po, tash ne jemi skeptik se do të ketë ndonjë gjë, po të kishte me u realizu kjo, sigurisht konsideroj se është një mekanizëm i mirë i cili do të ndihmojë në zvoglimin e numrit të personave të zhdukur, i cili është ende i lartë, do thotë dikun 1571, sipas informatave të mia. Po. Atëherë, zoti Grajçevci, si e vlerësoni qasjen e Bashkimit Evropian sa i përket kësaj çështjeje, apo bën mjaftueshëm presion ndaj Serbisë që t'jap informacionet që nevojiten për zbulimin e varrezave masive nëpër Serbi gjithandej? Çështja e Bashkimit Evropian gjithherë edhe aja ka qenë si neglizhent rreth këtij procesi, do të thotë shumë e ka përkthjelur Serbinë rreth këtyre çështjeve të persona zhdukur dhe të krimeve të luftës, pa marrë parasysh si qoftë për Kosovën, për Bosnjën apo për Kroacinë. Do të thotë pa një trusni të madhe të Bashkimit Evropian dhe Bashkisë Ndërkombëtare, Serbia asnjëherë nuk do të ulet, nuk do të jetë serioz në bisedimet për çështjen e personave të zhdukur, sepse Serbia e din mirë çështjen e personave të zhdukur, qoftë të vdekurve që i ka
të rjek varrezat masive, i ka shpërngull varrezat nga Kosova në mbrëmsitë e Serbisë, qoftë ata të gjallë që kanë shkuar ku ne e dim rrugtimin e tyre deri në Prekuplje, ma në fund ne nuk e dim vendodhin dhe përfundimin e tyre. Do të thotë më mirë se Serbia që e din këtë gjë nuk e din askush sepse vetë ka kryer dhe çdo gjë ka mirë shënuar dhe evidentuar dhe në arkivat dhe zyrtarët e vet. Pikërisht synimi i këtij komisioni është zbatimi i dakordimit për marrëveshjen për persona të zhdukur që është arritur ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo deklaratë qëllimin kryesor ka zbulimin e informacioneve të cilat i fsheh Serbia në arkivat e saj ushtarake dhe policore për vendodhjen e trupave që i ka marrë nga Kosova. Çfarë vlerësoni se duhet të ndërmarrë Bashkimi Evropian nëse Serbia edhe kësaj radhe vendos ta pengojë punën e këtij komisioni dhe zgjidhjen e kësaj çështjeje? Unë mendoj se Bashkimi Evropian nuk duhet të flinë në këtë çështje, po të sugjeron dhe të urdhënon Serbinë që t'i hapë arkivat, por e mendoj se në këta arkiva Serbia ka manipuluar, ndoshta sot nuk e ka asnjë material sepse i kam shefur gjitha që sa kemi nisë ne që t'i kërkuim dosjet, ku një pjesë aty në dosjeve ne e kemi vesh në përdurë tona që është që i kemi në zonë zyrtarët e tyne, do të ka mjaft material çdo, sepse nëse e marrëm shembull një aksion kur është bëhe vrasja apo zhdukja apo të gjitha ato, ata e kanë quajt një tog i cili ka qenë në serbisht i thot tog në sanacije terena, tog i për pastrimin e terenit mrapa, do të thotë ai tog gjithherë ka pas obligim ta marrë evidencën komplet se çka ka ndodhur mrena atij regioni ku kryej masakra apo kidnapim apo vrasja apo shpërngullit, gjitha djegje shtëpive, gjitha ato, ata kanë marrë një evidencë dhe veten, e cila për çdo minuta, çdo herë ju ka raportuar zëdhënësit për informim se çka ka ndodhur në atë vend. Dhe zotri Kasumi, ju jeni marrë një kohë të gjatë, ashtu sikur edhe zotri Grajqevsi me çështjen e personave të zhdukur, me trajtimin e familjarëve të tyre, ngushëllimin e tyre, por edhe motivin ndaj tyre se një ditë do të zbardhet fati i të zhdukurve të familjarëve të tyre. Si ja delni dhe se arrini që ta mbani gjallë shpresën e tyre, pavarësisht që kanë kaluar shumë dekada pa një informacion përfundimtar për më të dashurit e tyre? Ne jemi pale goditur, ne kemi qenë viktim dhe po vazhdon ajo statusi ndaj nesh, por me gjithate ne jemi përcaktu për këtë fund, kemi premtu dhe jemi betu se nuk do të ndalemi deri në ditën e fundit të gjetjes të personit të zhdukur gjithësisht. Ndoshta një pjesë nuk do të arrijmë t'i gjejmë kur, por ne kërkojmë informacion nga komisioni i juën fillimisht dhe përmes komisionit tonë për persona të zhdukur, ne duhet sigurisht të sigurojmë një informat për familjarët, nga se familjarët kanë të drejtë me norma të ndryshme juridike edhe ndërkombëtare edhe të vendit tonë që mbrenda një afati sa më të shkurtë këtu kalojnë një qarek shekulli dhe ende edhe 1571 familjar familje presin informatat për njerëz të cilët me forcë dhe pa asnjë të drejtë, pa asnjë të them kështu arsye, morën njerëz, skajun, burgosen dhe në fund ne kemi mbet në shpresë se do t'i gjejmë dhe shpresat e familjarët për fat mirë është e fortë, janë shumica absolute kategorik. Dhe nuk di si po mundemi ne dhe ata me përmbajt vetën se për ndryshe do duhej ne të lëvizim, të bëjmë më tepër, të bëjmë presion edhe të komisioni jonë, edhe të qeveria jonë, nga se kjo punë është shumë e vërtet që është e komplikuar, është e vështirë, por shekulli 21 është
ka mekanizma, ka forma, ka mundësi të sigurohet një informat për secilin person të evidentuar në listën e personave të pagjetur gjithësisht të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë. A është bërë mjaftueshëm gjatë këtyre 2 dekada e gjysmë pas luftës për dokumentimin e krimeve të kryera nga forcat serbe? Realisht me marë kështu njeriu si jemi unë dhe Ahmeti që nga fillimi rezultate ka pas, nga se është arritë dikun thuja se 70% e rasteve të ndryshohen në nivel regional, po parafërsisht që aty është edhe të ne situata. Ndërsa vlerësimi i familjarëve është negativ edhe për qeverinë tonë, jo vetëm për këtë të fundit, por për të gjitha. Serbia ka pas strategji, po më duket që gjithsesi dëqysh të shty sa ma tepër ndryshimin e fatit të këtyre personave, nga se është në favor të tyre. Një pjesë madhe e dëshmitarve okular të gjallë nuk janë më në këtë votë, në këtë jetë. Pjesa tjetër janë plak dhe sigurisht gjonat harrohen, nuk munden mu të regu ashtu tamam si duhet dhe si e kërkon një dhe tjetra, ne si këshill dhe si shoqata nuk jemi trajnu sa duhet nga institucionet tona dhe nga organet tona të sigurisë. Unë i kam ftuar vazhdimisht edhe prokurorët, edhe gjykatësit, kemi kërku edhe nga oda e avukatëve që të vinë edhe ata të na mësojnë neve, nga se neve na ka mungu përvoja. Është hera e parë në historinë e Kosovës që nga kjo luftë e këndej ne kemi të drejtë të kërkojmë njerëzit tonë, për ndryshe zhdukja, vrasja dhe humbja e gjurmëve të njerëzve tonë e ka historinë e gjatë. Prej ardhjes të Serbisë në këtë pjesë të Ballkanit, gjithsesi në trojet tona, ne kemi pësu prej Serbisë. Dhe me ta të mjerët na, me kemi punë, me ju thonë të drejtën. Është palë e papërshtatshme, edhe për dialog, edhe për punë, edhe për çdo gjë, për komunikim, për fjalë, ata janë të parë, po kur vje puna me i zbatu, ato premtime dhe marrëveshjet që janë bo, ata gjejnë rrugë dhe mënyra që ti ikin, nga se është përgjësi absolute thujase e tyre. Numri ka qenë 11 të personave të vrarë në luftën e fundit. Ne nuk mund të krahasohemi, nuk jemi të barabartë me ta. Ata janë fajtor të mëdhej, kryesor, ndërsa pola shqiptare e jona ka qenë në pozitë të mbrojtjes të familjes, të pragut të vetë dhe tjetës të tyre. Zoti Gajqevci, cili është vlerësimi juaj sa i përket dokumentimit të deritashëm të këtyre krimeve? Ne si shoqata kemi punuar bukur mirë rreth dokumentimit, po ka ende shumë punë më bë me dokumentimin tyre. Dhe ta ndërlidhem pak me Hakiun, me profesorin, çështja e personazhit dukur është një si çështje humanitare. Po nga çështja humanitare Serbia futi në një proces politik. Dhe tash momentin gjithherë aja kur don e përdor herë politikisht e herë në mënyrë humanitare, do të thotë. Si thash kjo din me boleqe edhe me bohiljen e këtë punë, por që thëmë, është përgjegjësi direkte e shtetit serb, po, se nëse marrëm shembullin zhdukjen e Ukshin Hotit, Gjavit Hazirit, Hafir Shalës, Hise Zogjanit, e shumë tjerë mos i përmeni që janë marrë dhe janë zhduk pikërisht nga stacionet policore. Do të të shkry një punë në mënyrë komanduese administrative nga strukturat e shtetit serb. Do të të saj përket dokumentacionit ne, si shoqat, do të të dikur 186.000 faqe i kemi digitalizu dhe i kemi dërzu institutit,
dikun ja 17 fajla, rreth 17.000 dosje për krime lufte ju ka ndërzuar policisë për krime lufte, dhe tash jemi të bo digitalizimin e kasetave dhe digitalizimin e fotografive të krimeve të luftës dhe dhunës në Kosovë. Presmi që dikun qershori do të përfundojmë këtë punë tonën, po prap ne duhet të vazhdojmë atë çështjen e hulumtimin e personave të zhdukur dhe zbulimin e tyre, identifikimin e tyre, por tash sa i përket çështjes me mbretëritë e Kosovës është pak problematik me gjithë, sepse na fill mas lufte i patëm shizu të gjitha varrezat masive. Do të thotë viti 99 ka qenë më shumë shejzim. E tek viti 2000 kemi fillu që të punojmë rreth varreza masive. Ndërsa aty në Serbi, ne edhe përafërsisht i dim edhe aty ku janë, por Serbia bën hile, nuk do në t'i pranon, edhe nëse e pranon e neglizhon atë proces, jo s'po na lëshon gjykata vendimin, jo s'jemi teknikisht përgatitur, jo s'kemi do të thotë gjithëherë veç neglizhon këtë proces, sepse Serbia din fort mirë që mbi trupat e shqiptarëve ka bërë 3 herë krim. Vrau, varros, bart, për më mundu me humbë gjurmë të gjitha këtu, do të thotë këtu me Serbinë e kemi vështirë, po sigurisht se do t'ja dalëm. Përmendet çështjen e digitalizimit të dëshmive. Jeni duke realizuar këtë proces në forca vetanake, në kapacitete vetanake, apo po me ju mbështet ndonjë institucion shtetëror apo organizat? Për fat të mirë, UNDP-ja na ka ndihmuar në një projektin e parë, dikun 20.000 euro, më duk të rreth qatu, 14.000 më falë, 14.000 euro. Edhe në këtë projekt na ka ndihmu tash pjesën e dytë, do të thotë dikun që aty rreth 30.000 euroshit më rrinë gjitha atu, është bërë një punë e madhe, një punë voluminozë që nashta ëndër rekompa që digitalizohen dhe të bëhen, megjithëse ne nuk kemi nevojë të lypum organizata të huaja apo individëve, se ne si lypum. Ne e kemi institucionin që i drejtohum. Nëse na jep, s'na jep, dhe tjetë ndërgjegje e tyne, se si na kishin ndihmu këta institucionet tona, qeveria jonë, na do të ishmi shumë më përpara. A keni kërku ndihmë ndonjëherë nga ta? Gjithherë. Dhe cila ka qenë përgjigjja e tyre? Për negative. Me ndonjë arsyetim? Arsyetim se s'kemi mjete. S'kemi mjete. Kanë mjete me hongër darka, me shku vikende, me huane, aty s'kan pas mjete. Çfarë tregon për juve kjo sjellje e këtyre institucioneve sipas kësaj që po e thënë lidhur me një çështje kaq të ndjeshme humanitare, siç është fati personave të tjerë? Tana qeverit kanë punu ka pak, po asnjë sa duhet s'ka punu. Ne çdo gjë që e kemi bërë, çdo organizatë ka bërë me mjete vetanake. Ma shumë na kanë ndihmu e kryqi kush ndërkombëtar dhe ISMP-ja, se sa që na kanë ndihmu që ne kemi nevojë vetë personalisht për trajnime që e ceki profesori. Ne asnjës jemi me shëndet mirë dhe mentalisht nuk jemi mirë ne. Si rezultati pamjeve që me cilat të ekspozohen vazhdimisht. Po s'koti, na ças kemi po, na ças kemi nxjerr, na ças kemi rrotullu, edhe gjatë luftës, edhe mas luftës, bile na që jemi pjesë e parë. Pjesë e parë, do të thotë me mija varreza të qelë, të rrotullu, të këqyrë, të asi, të lifar masakre, të lifar dhune, të lifar asi se na i kemi posë gjitha masakrat. Do të thotë, pavarësisht çka ka ndodhur në luftë, fermat të nume, masakrat, burgosnit, këto gjitha, këti kemi posë në krimet e luftës. Profesor, zotër Grajqevci e përmendi rastin e zhdukjes Ukshin Hotit, veprimtarit të njohur të çështjes kombëtare, i cili sot dhe kësaj dite nuk dihet se çfarë ka ndodhur me të. Jo personalisht jeni marrë goxha gjatë me çështjen e tij, nëse mund të na shpjegoni në pika të shkurta rrethonat se si është zhdukur zotëri Hoti nga Burgo, kur është marrë nga forcat serbe dhe nga ish shërbimi sekret, me sa e kam parasysh. Unë edhe në formë kështu të shkruar kam bërë disa studime, kam bërë edhe një punim tash sfundi dhe është botu në revistat dhe botimet e veçanta të Institutit të Historisë. Rasti i mikut tim, i Ukshin Hotit, është vërtet specifik. Njeriu ka qenë në burg
dhe nga burgu është liru. Burgu i Dubrovës ka qenë qendra ma të them kështu, e sigurt në Kosovë, nga se ka qenë e mbushur me policë dhe shërbimet të ndryshme të sigurisë të Serbisë aty. Ne si familje kemi kërku që ajë të mos lëshohet, të cilën gjo e ka bo dhe ajë vetë në burg. Kemi kërku prej avukatëve tonë, bar unë në këtë kohë me bashortën ishim në Tetov, në Macedoni, nga se në larguan. Unë kisha 2 pleqë, 3 fëmijë të vegjël, gruan me 100 lashe në kokë dhe prej atëherë për çdo ditë. Ne kemi kontaktu avokat të ndryshëm, njerëz të ndryshëm këtu që ishin, që dhe i kemi porositur që të shkojnë, ta presin ditën kur ka pas me u liru, e ajo ishte dita e hone, 17 maj i vitit 1999, Serbet kanë luajt lojën e vetë dhe kanë liru një ditë para vaktit dhe atë në mënyrë asësi ligjore, nga se edhe në kohë paqe të burgosurin nuk ka ndodhur në historinë e burgjeve dhe të ne, sidomos dhe në botë, s'kam dëgju kun se lirohet njeriu ditën kur nuk punon administrata. Ai në bazë të deklaratave të bashkëvujtësve në burg, aty thonë vetëm të shku në mëngjes, i ka thonë përgatitu dhe ti shkon. U këshini në atë moment kishte bon reagimin e vetë, shtonë s'kam për shkoj. Merres të vetë kërkush ka dalë, e kem vendimin që e kanë lëshu në mënyrë jo të ligjshme prej drejtorit të burgut të Dubrovës, pastaj kem deklarata të shumta të bashkëvujtësve në burg aty dhe kem emrat e atyre që e kanë shoqëruar deri në dalje të burgut. Informatat tona janë deri të dera e burgut, aty e tutje të gjitha këto informata dhe përgjithësi i ka Serbia dhe Komisioni Qeveritari tyre dhe qeveria e tyre. Ne nuk kemi ba përpjekjet maksimale, kudo që e kemi ndëgju, vetëm një gjysmë fjale për te me bashortën Besani kam pas prekupim numër 1, edhe pse isha atëherë në institut të punu, po s'kam pas pengesa prej udhëzve të mi, kam ba hulumtime që beso s'kam ditë, s'kam pas ku të shkoj tjetër ka. Kemi shku në Malzik, unë për veti kam shku, edhe në Serbi kam shku në gjitha pikat. Në kërkim të informacione dhe për fatin e zotit Okshinhoti. Për të kërkuar që ashtu është, për të kërku. Në vërtet kam marru po them kështu, një premtim. Dhe kam shku, kam bisedu në takimin e dytë, e kam konstatu se prej ti s'ka kur gjë. Ata thonë se e kemi po, e kemi kështu, a i ndodhet këtu, kemi pas njerës që na kanë ardhe dhe në shpi. Edhe e kanë manipulu bashortën time, motrën e Okshinhotit, një serbe ka marrë 15.000 euro prej shoqës time, unë e kam lutë atë, shumë i kam thonë, kjo është mashtruese, mos ja jep. Unë s'kam kusht tjetër, thëtë se nuk muj me fjetë dhe ndërgjegja nuk më lenë të qetë pëja jep të aprovojmë, anena dhe asgjë nuk dojë. I kemi lajmëru të gjitha këto raste, kemi kërku prej institucioneve tona, edhe prej tyne kemi pas ma shumë premtime se sa angazhime, mi tonë të drejten. Tash kove të fundit është djali i ti në kryet e komisionit, a i ka bo i sigurit jam ma shumë, ka bo përpjekje dhe angazhime edhe ndërkombëtare dhe shpresojmë se atë do të gjejmë të vërtetën për te. Edhe pse bashortja edhe sot e kësaj dita ajo mendon dhe kërkon që vëllaun t'ja kthejnë të gjallë, nga se i gjallë ka shku në burg pa drejtësisht dhe s'paku bar informata
për statusin e tij është apo nuk është në këtë botë, i takon asaj dhe familjes në përgjithësi. Zotëri Grajqevci, ndalemi pak tek gërmimet në për varrezat e dyshuara masive në Serbi që janë zhvilluar së fundmi. Gjatë vitit kaluar ka pasur vazhdim të gërmimeve në Kizhevak pas një periudhe kur Serbia u arsyetua se detyrohet të ndërpres gërmimet për shkak të kushteve atmosferike, pastaj gjatë verës pati çuditërisht në thonjza djegje të mbeturinave në zonën për rreth gërmimeve dhe është pamundsuar pastaj dhe është zvarritur edhe vazhdimi i gërmimeve në këtë varrezë. Keni qenë ndonjëherë deri më tani në Kizhevak për të vizituar procesin e gërmimeve apo nuk keni pasur rast? Jo, kam të lashën në shtetin sërbe dhe nuk mund të shkoj që dala nejnej. Dhe të thotë në Rudnic kam qenin, kam vezhuar. Dhe të thotë në Kizhevak nuk kam qenë, por i kom po imazhet satelitore dhe i kom po fotografit që i kanë sjellë kolegët e tunë. Do të thotë 7 vjet është prolonguar Kizhevak. Tash prolonguar Shtaveli të Novi Pazari, edhe një vend tjetër është ku prolonguhet, kanë hudhur mbeturina, herë thojnë nuk e kemi lenj, herë thojnë nuk e kemi teknik për me kry këtë proces. Dhe kështu Serbia do të neglizhon gjithë herë, sepse nuk ka trusni nga Bashkia Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian, sepse kush ishte në pyetje vllazit Bityçi, më në 48 orëve jenë gjetën. Se ishtë trusnia e madhe ndërkombëtare, do të thotë që më në 48 orëve vllazit Bityçi u gjetën, edhe u gjet personi që ka kryer atak të krejt, edhe vendi varrimi tyne dhe qëndrimi tyne, qysh ka përfundu deri në fund. Do të thotë këtu, ne nuk e kemi atë mundësi si Kosovë që të bëjmë presion mbi Serbinë, por këtë e ka Bashkimi Evropian dhe Bashkia Ndërkombëtare. Do të thotë edhe e kanë marrë si obligim që ky proces duhet kryhet, se është proces humanitar. Por Serbia se thashë e përdor gjithherë për pojna politik kur asaj i duhet. Por sa i përket varreza masive në Kosovë, mendësitë Kosovës, ne kemi punu edhe me Tribunalin e Hagës, kemi punu edhe me mjek ligjor të tjerë të forcave të KFOR-it edhe të shtete mike që kanë ardhur për të na ndihmuar. Do të thotë në shumë vende kemi shizuar se do të na del një varrmasim, kur e kemi hap, do të thotë na ka dalë që varr ka qenë por trupat janë bardh. Do të thotë janë zhvarrosur në atë periudhën e zhvarrosur masive. Edhe kështu që ekzistojnë dikun edhe 10 varreza, 9 varreza në mbrëmsitë Serbisë dikun, na prafërsisht do bazë dëshmitarëve i dimi, po presmi që shteti serb vetë i tregon ku i ka. Tereni në varrezën e dyshuar masive në Kizhevak dyshohet se aty brenda një hapësire e cila është deponi e mbeturinave, brenda thellë në tokë gjendet ajo varrezë masive ku dyshohet se ka trupa të persona. Aty janë nxjerrë në Kizhevak, nuk ka më. Në Kizhevak kanë pasur ka ende gërmime për shkak se nuk komisioni i qeveritar për të pagjeturit ka pasur njoftime se janë ndërprerë her pas here dhe do të vazhdojnë gjatë këtij viti. Do të vazhdojnë prapë, është Batajnica. Jo, në Kizhevak, sepse nuk kanë arritur vetëm tek pjesa e largimit të një pjesë të mbeturinave. Pastaj ishte djegur ajo hapësira e mbeturinave dhe ishte ndërprerë në kohën e verës kur ka vazhdimisht zjarre masive dhe pastaj janë nxjerrë vetëm një pjesë e mbeturinave pa arritur të hyhet të gërmohet thellë në tokë për të arritur deri tek thellësia ku dyshohet se janë trupa. Kanë qenë shumë thellë. Por dua t'ju pyes për konsideracionin toksor që gjendet në Shtaval, në fshatin Shtaval të Sjenicës atje. Si është tereni atje edhe ku dyshohet për varrezën masive? Është diçka e ngjashme si Kizhevaku, ku mund të ketë për mbi tokë diçka ndërtem apo deponim meteorinash, apo është konfiguracion tjetër? Bazë kolegëve të mi që kanë shkuar atje dhe të mjekëve ligjorëve edhe të komisionit, aty ka qenë një moçar, një vend i lagur, do të thotë një sipërfaqe, dhe aty supozohet se janë Shtavel, në qatë pjesën që aty. Shtavel është edhe një minjerë e cila grumbullon mbeturina dhe aty i kanë hudhur edhe gurë, edhe mbeturina, edhe bërllëg e gjithçka atu, por në bazë të një dëshmitari
nga Bosna, nga Novi Pazari, që e kemi marrë atëherë, a i thotë që atu, unë e thotë i këmë dëgju krismet, kur kanë gjujtur, thotë i këmë po edhe kamionët ka hynë në fshatin Shtavel. Dhe aty në këtë qetnik janë, sërbë. Thotë në kemë konën në minierë të punu. Edhe kom qenë në vendin e punës e kom pas të banjat ku kanë pas, kur dolin punëtorët për më pastruhe. Aty thot ka ardhen një prurë ushtarak edhe ka thonë, a ka hujtë në zetë? Ka thonë, po. Dhe i ka prurë ushtarët, me gjak që ashtë, me tesha, gjakosra me keti ka shtijën pastruhe, aty teshat e gjakosra i kanë futën në paketa, ndërsa të rejat i kanë veshën mrena në banjo atje. Ushtarët e Gjakosër e keni fjallën ushtarët sërbë të cilët i kanë kry krimet dhe potencialisht... Po, si kanë kry krimet dhe i shkujnë pasru atë. Edhe ideali dikun ka qenin atëre 21 vjetë. Unë e kam kontaktu me te. Pra, si pas deklaratës së këtij dëshmitari, bëhet fjalë për ekzekutim të personave të gjallë shqiptarë pikërisht në fshatin në Shtavel. Në Shtavel, po. Për që ata po të thëmë, është aja rrugtimi i tyne dhe që aty ku kanë shku, që aty në përfundu dhe tash që aty nuk e dim... që janë varros. Ku janë varros, po. Edhe ideali për një herë është dash që ta largohet nga puna atu, për shkak rrezikit, edhe sot është në Gjermani. Edhe kjo varrezë dyshume ka pas ma herët gërmime, apo ende nuk është... Shtaveli halo, veç që pa të fillu, po halo këta s'po ndihmojnë komisionit tonë dhe mjekën ligjorëve që të hynë në detale. Jo s'po lënë ujë, jo s'po kemë makineri të ranë për me bokit bartjen e ati materiali, shka po dhjune. Unë tash këta e gjojnë loj metoda është veç për të shtyër këtë proces dhe një ditë kër në bëhet diçka dhe thot për mbyllum këtë varpune, u kry kje varpune. Profesor, përveç këtyre varrezave të dyshuara masive që i përmendëm në Serbi, ku janë hapësirat apo lokacione tjera me potencial për të gjetur trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë, në rast se Serbia vendos ndonjëherë që të bashkëpunojë dhe të ndajë këto informacione me institucionet e Kosovës? Kjo është pyetje për, me u thonë të drejten, për njerëzit e tonë të cilët mirën me ka ndëtyrë, është policia për shembull, për hulumtimin e krimeve të luftës, ata kanë kontakt. Po, në bazë të asaj me sa jeni marrë ju me këtë çështje. Po, se marrëvesh unë pjesa dërmuese e trupave edhe të gjetur deri më tash janë në Serbi. Por me që pushteti ka qenë dhe kemi qenë në okupim, unë konsideroj se edhe çdo vend i përshtatshëm që nuk është duk sa duhet, toka e Kosovës, sidomos është plot trupa të njerëzve civil të vrarë nga pala serbe. Nga se dyhet plani i tyre ka qenë ta pastrojnë Kosovën nga populata shqiptare, në mënyra të ndryshme, e gjatë luftës këta kanë patur plane që dikun ka 80% të shqiptarëve të largohen për jashta dhe pjesa tjetër që mbetet të verifikohet a janë lojal ndaj pushtetit serb, nëse jo atëherë sigurisht e likvidohen në mënyra të ndryshme. Zoti Graqeci, si tash do ndalemi shkurtimisht tek pjesa e gërmimeve brenda Kosovës. Vitin e kaluar kanë pasur 10 gërmime në lokacione të ndryshme, janë gjetur edhe disa mbetje mortore që dyshohet se u takojnë personave të zhdukur gjatë luftës së fundit, mirë po ato janë ende në procesin e identifikimit mjeko ligjor. Si e vlerësoni se po shkon ky proces i gërmimit në vendin tonë, brenda? Mirë është, çdo sop ashti që gjinjet dhe identifikohet një person i zhdukur, është sukses. Po, këtu gërmimet që përbohen tash, rrallë ka ndonjë identifikim të një vendi, një varreze të re, sepse këtu janë shëizuar fillim mas lufte. Do thotë, po kur janë bërë gërmimet me patolog ndërkombëtar, do thotë, ndodh që ndonjë trup, ndonjë pjesë ka metën atu, ose Serbia kur i ka marrën
trupat që i ka bord, ka ndodhë që ndonjë trup kamet atu, sepse ose shkel ose asi, edhe gjinët. Do të thotë për varrez masive, vetëm nëse bimi në i dëshmitar okular që e ka po, ose ndonjë individ, se atëherë kur i kemi marrë na, që i kemi shizue, tu unis pej 2 vetëve, e derin 50 e 100, e 150, i kemi shizu të gjitha. Dhe ka dikun kanë qenë 605 varreza masive që në llogarit. Do të thotë kur të këshysh pesnalt i hartën, nuk ka vend që s'ka varë. Po. Dhe ka qifë si nësë s'keni diçka për të shtu për fund? Jo, vëllet, kisha shtu e veç institucionet tona t'jenë ma përgjesh ndaj këtyne raste, ndaj familjarve, sepse ndaj dëshmitarve të cilët ditës veç për na ikin, kemi, mos të neglizhojnë këtë proces, bolle ka neglizhu që 28 vite, po do t'jenë ndërgjegjën e çdo qeverie që ka orë deri më sot. Faleminderit shumë zoti Grajqevci dhe zotri Kasumi që ishit sot pjesë e emisionit Rreth Rrotull për të diskutuar një çështje kaq të rëndësishme për rreth 1600 familje të cilat ende presin që t'i gjejnë më të dashurit e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ka qenë kjo biseda për pjesën e parë të nderuar shikues, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të vazhduar rrjedhën e emisionit. Qëndroni me ne.